Mirë se erdhe në studio. Faleminderit Adi. Është gjithmonë kënaqësi për mua dhe dua ta filloj me ty duke të bërë një pyetje të drejtë për drejtë. Të gjithë ty të njohin si një nga ekspertët, juristët më të mirë të sistemit juridik shqiptar. Je në grupin e afërm të juristëve që asistojnë zotin Berisha, kryetari i Partisë Demokratike, deputet i Parlamentit, në ballafaqimet e tij me Spakun dhe me drejtësinë në Shqipëri, por ti ke bërë një deklaratë publike jashtë uniformës juridike. Ke bërë sot një deklaratë që sheh situatën e komunikimit, situatën e punës politike brenda opozitës dhe Partisë Demokratike në veçanti. Pse mendove ti që ti kishe nevojë ta bëje këtë tani? Adi, atëre, unë e vlerësoj shumë këtë pyetje. Në fakt, unë kam bërë një status për të cilin ka pas një reagim, bile edhe në media, plus problemi është që ky reagim, ky reflektim personali imi, dhe do ta sqaroj këtë pikë, është fakti sepse unë kam pasur një vëmendje të shtuar në këtë zgjedhje. Dhe fakti i këtij rezultati është në majoritet nga vjedhja e votës. Por brenda kësaj vjedhjes votës ka pas dhe ineficiencë nga opozita. Dhe nuk ka qenë gabim pa dashje. Ka qenë gabime inteligjente. Dhe të mos harrojmë nga segmente të caktuara, individ të caktuar, nuk janë se është lob ky. Atëherë çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur kjo që personat të cilët Rama i përdori si masha brenda PD-s, ku PD-ja shkoi drejt pothuajse lëngëzimit. Pra humbi formën e saj kristalore. Aty kanë qenë persona, sepse sigurisht gjëja që Rama di të bëjë më mirë është blerja dhe vjedhja. Dhe vullneti dhe bindja janë send, janë vlerë. Dhe vjedhja e tyre sjell pasoja shumë të rënda. Dhe mos harro që Hajduti, qoftë një banke, qoftë dhe i votës, ka dy pika që nuk lëviz. Është mohimi dhe recidivizmi. Mohimi dhe përsëritja. Pra, një njeri që vjedh një herë nuk heq dorë derisa të kapet. Dhe këtë kam dhe nga praktika gjyqësore. Po rezulton në sistemin elektoral. Politik. Dhe ky Hajdut që dihet është dhe një kod zgjedhor që i lë mundësinë të vjedh. Sepse nëse ti në një objekt të rëndësisë veçantë pakson rojet, atëherë objekti ka riskun e lartë që të dëmtohet, të vidhet, të goditet. Në këtë optik, unë e kam paralajmëruar ose e kam parandjer, të mos themi paralajmëruar, por e kam parandjer që këta element do të vazhdojnë sulmin. Që të jemi të qartë sepse publiku im është publiku i zgjedhur dhe i informuar, pra këta individ të opozitës, të Partisë Demokratike, të cilët, si që e kuptoj unë, kanë patur periudha bashkëpunimi o le të themi marrëdhëniesh të ngrohta me kryeministrin dhe më përpara, duke kur ndjen që zoti Berisha doli më i fuqishëm mbas para shkatrimit përfundimtar të Partisë Demokratike. Po u penduan apo pan element pragmatik si më. Po zgjedhje tjetër. E qartë. Mirë po, pozicioni i tyre është krejt i qartë në këtë pikë. Pra në një kuptim statusi i yt nuk i fliste publiku të gjerë, i fliste këtyre njerëzve për në një kuptim për t'i demaskuar. Absolutisht, sepse shiko publiku i gjerë që këtu ka konstatim, po ka edhe koment, edhe shpjegim ky status. E kam filluar dhe them që zoti Berisha e nxori nga koma artificiale PD-n, sepse ajo nuk që një koma për shkak të një sindrome që kishte Partia Demokratike. Ishte induced, quhet, induced koma. Po, dhe kjo është induktuar, kjo është projektuar nga pushteti i cili nuk e njeh garën. Sepse një pushtet i njeh garën e ndershme, një pushtet i cili elaboron alternativa, zgjidhje, projekte, në mbarimin e hallëve të njerëzve, nuk ka nevojë të blej vota. Ai merr votën aty ku është. Pra,
e përfton vullnetin e zgjedhësit. Në të kundërt, kjo band, se ka janë band, po rezultojnë band, kjo band vetëm blen, vetëm intimidon, nëpërmjet krimit, nëpërmjet paras, nëpërmjet gjithave. Dhe çfarë kanë thënë? Zoti Berisha e nxori nga koma artificiale, pra nga kjo kom që donin, shiko, është shumë e rrezikshme në një vend evropian, siç jemi ne, në mas 2020-ës, që në 2013 ka filluar projekti, se nuk bëhen me ditë këto punë, të atrofizosh opozitën. Pra, ka opozitë në Rusi, ka edhe në Turqi opozitë. Serbi. Po, Serbi, po. Se ato formë po merë. Këtu po shkojmë. Po mirëte. Ky projekcion është. Pra, ti fol, ti thuaj llafet, dhe e rregull. Opozite e kontrolluar dhe e regjizuar. Është njësoj si gjyqtari që thot avokat, ti vazhdo për mbrojtjen. E ka ndarë mendjen ai për këtë vendimin. Domethënë ti fol, të laj sa të duash, 5 orë, do të flasësh, vazhdo fol, vendimin e ka bërë gati. Në këtë situatë jemi. Se kjo jo vetëm që është serioze, jo vetëm që kjo vret demokracinë, por kjo është edhe fyese. Shtalse. Do të thënë ti mendon Genci që janë po këta njerëz, të cilët mbasi janë treguar jo domosdoshmërisht me mishe me shpirt për të luftuar për Partinë Demokratike në momentet që po binte, dhe mbas një periudhe të përkohshme që kanë duar turkitur o bërë me kryetarin e Partisë Demokratike, tani janë duke artikuluar ku. Po sepse Edi Rama ka kontrolluar jo vetëm votën në favor të tij, po në disa vende ka futur duart edhe në votën e opozitës, duke ndrruar individ, sepse ka shumë kontributor që nuk kanë marrë ato vota që priteshin, për shkak të kontributit që kanë dhënë për plasjes me këtë regjim. Ndrojnë një çik regjia kamerën që ti jemi qetë eksakt. Për shkak të kontributit të tyre, për shkak të vullnetit të luftës që kanë bërë me një regjim, jo me një shtet. Dhe unë kam prekur në dorën time atë pjesë të cilës i përkas drejtësisë, pa të cilën ky pushtet nuk do ishte sot. Është kushti domosdoshëm. Pushteti juridik, drejtësia, që ti të vazhdosh. Po s'mbylli syt drejtësia, ti nuk vazhdon të vjedhësh. Është aksion. Është mbyllur kjo histori. Si më dhe, po të pushoj media dhe po të mbylli syt drejtësia... Po kaq fuqishëm është media. Praktikisht kjo ka ndodhur. Pra janë dy pushtete të cilat janë të parat që synohen të merret tezga. Po kape këto nuk ke nevojë. Dhe këtë ka synuar. Do thoni ju reforma në drejtësi. Pra çfarë u bë? Nuk u bë reformë, u bë një formë e re. Pra thelbi u la. Duhet qëndroj edhe... Te vjedhe, shikoni t'ju them një diçka. Në të mbaroj këtë statusin. Dhe i them, që kjo vlerë e Berishës, si lider, sepse Berisha shumë thjesht mund të bënde një marrëveshje, edhe rrinte në pleqërinë e tij. Por ai u ngrit, sepse tregoi kuantin e liderit. Dakor? Dhe Berisha u godit me përjashtim, pa pezullim që bëri Luli, u godit me vulën dhe siglën e Partisë Demokratike, dhe kur nuk u dorëzua në këto të dyja, u godit me proces penal. Do vim te ke procesi? Po, patjetër. Po. Tash çfarë ka ndodhur? Vim tek pjesa e dytë. Ti tani, jo vetëm që se ai që thot kaq shumë ke në media, sa ti edhe e regjizon intervistën në një kuptim, po mua më pëlqen sepse nga që e dëgjoj me shumë kuriozitet, në fakt janë elemente që jo vetëm ne përfiturojnë njerëzit e zakonshëm, disa elemente të cilat janë të dashur teleshikues ndodhin në përqarqe caktuara, jo domosdoshmërisht tregojnë në media, situata është shumë e shtypur në një sens, pra ne nuk marrim informacionin bazë, dhe kur ndodh që njerëz pranë dikujt ose pranë diçkaje të kenë të shirën e brendshme për të treguar e për të bërë analizë, kam përshtypjen që të dëgjosh është iluminuese në këtë rast. Kështu që Genc, ti po thoje që kryetari i Partisë Demokratike sipas teje nuk duhet të sulmohet tani. Nuk duhet të sulmoj, ai duhet të vazhdoj ta bëj betejën e tij personale, ka vetëm një element këtu ama. Si ta paqtoj liderin në këtë rast, si ta paqtoj statutin, thon ata në për tavolina. Sepse, shikoni, ky lideri paqtimin e filloi sot në Bruksel. Okej. Dhe Brukselit jeni krejt të bindur
që ka informacion në lidhje të shkurtër me të dërguarit e vet. Se nuk pranojnë ata, Moldavia edhe Libani. Jemi ne i treti. Shiko, rekord të tillë ky është tur për us, nuk ka lidhje më me politikë, me zgjedhje, me fare. Këtu je në gjendje është për reanimacion. Gjendja që jemi ne sot. Dhe që të vim prapë ke statusi, paqëtimi i Berishës thonë ju, me statutin e Partisë Demokratike. Shikoni, qëndrimi ndaj zgjedhjeve, certifikimi ose jo i tyre, do të determinojë edhe qëndrimin e Berishës. Berisha po qëndron, Berisha detyrën e trajnerit e ka bërë më së miri, por tashi atje në PD janë dhe dembelosur, energjia e Berishës ka dembelosur shumë dhe thonë di doktori. Doktori di aq sa duhet të di. Por doktori në atë moshë i ka rënë Shqipërisë nga dyer gjithë rretheve, e ka bërë detyrën e tij, e kupton, që jo e ka paqtuar veten me statutin, po është bërë statuti vet. Tashi, por kjo do të ketë një analizë, dhe kjo është filluar, e tha Berisha, edhe rezoluta e Valencias i ka detektuar që përpara zgjedhjeve se çfarë do të ndodhte. Sigurisht përpoja edhe europianët nuk janë fallxor. Kanë informacion. As kanë pasur informacion që do të vijë, por ata kanë parë, sepse dihet që nga një lloj fabrike se çfarë produkti do dalë. Dhe vim tek armiqtë e dikurshëm të PD-s. Të penduar, them unë. Po, ka pasur njerëz që kanë flirtuar me pushtetin. I pari Lulzim Basha, që e mbante, domethënë s'ka pasur sheshi ndonjëherë bulevardi njerëz më shumë se me kryetar Lulzim Bashën. Dhe nuk e shtyri, do të shkonte deri te Ministria e Brendshme dhe kthehej. Se na thanë ambasadat, thoshte. Ju e dini këtë. Dhe unë këtë e kam thënë. Disa për ty janë të shfaqur me emër dhe mbiemër, them unë. Dhe kësaj radhe nuk do të jetë online, do të jetë fizikisht, jo se do të goditet fizikisht, po do të jetë përballje, sepse Edi Rama po bën Oktapodin 2. E goditi Berishën, vazhdon procesi, tash po godet me rezultatet e zgjedhjeve, që ti duhet ikësh i thotë se ti ke humbur zgjedhjet. Ky është debati dhe lufta sot midis kësaj opozite që po qëndron ndaj një bande hajdutësh. Ata me armë zjarri, ndërsa këta me shkopin në duar. Dhe fundit, nuk mund ta largojmë shpëtimtarin ton, por atentatorët e tij, qofshin burra, gra, gej ose lesbik. Tash këtu ndalemi pak, se jam anatemuar në këtë pjesë, duke bërë njerëzit dhe paralelizma dhe shikoni. Sigurisht identiteti seksual ka dhe devianca. E kishe ti të domosdoshme që ti bëje 4 përcaktimet në frazën e fundit? Shiko, ka burra dhe gra, e kupton, që dalin ball për ball, shfaqen kundra teje, po ka dhe që kanë devianca që hiqet sikur janë me ty, pra ka pamjen e burrit, po nuk është burr. Ose ka pamjen e gruas. Po vetëm se kjo ndodh gjithandej në përrethë, edhe është kosto e të bërit politik të madh. Problem me këtë komunitet. Por nga pikpamjet letrare, tashi, duhet të dim një gjë, edhe gjuha sot është, leksiku është tjetër. Nuk është fajim pse nuk lexojnë. Dhe nuk e vën mendje. Ti ajo ka qenë alegori, nuk ka qenë literale. Shkurt që aty qekan ose burra ose gra ose janë këta dy grupimi tjetër, e kupton që këta e kuptojnë kuptimin fizik. Nuk është fajim ky. Dhe unë nuk kam pse anatemohem se them atë që është, atë që mendoj dhe e mbroj atë. Ky është problemi. Dhe në fund them lufta është e shpallur bujrum. Pra, për të treguar që opozita nuk tërhiqet përballë këtij shteti, kësaj bande, e kupton? Sepse kjo luftë është e shpallur me këtë bandë dhe me të gjithë njerëzit të cilët janë bler dikur ose vazhdojnë janë në negociata në pazar, se shiko, në shoqëri ka historian. Në histori ka mësues, ka mjek, ka dhe matrapas. Se nuk, nga që e bëj dhe përgjithsisht kur intervistohem, që kaloj nga një deg në tjetër, nuk dua të ndodh me ty. Ky është statusi që kam bërë unë. E kuptova. Që ta shpjegoj. Sipas mendimit tënd, pse ka patur reaksion? Pse ka patur reaksion? Çfarë nuk i ka pëlqyer tek reagimi yt? Është fakti që ti ke bërë një reaksion laik, pra jo domosdoshmërisht juridik. Unë kam bërë një sondim personal
të gjithë njerëzit, kontributorët, njerëzit më pozitiv që kanë sakrifikuar për demokracinë dhe Partinë Demokratike, më kanë përgëzuar. Të gjithë ata që mendoj unë, që kanë luajtur dhe vazhdojnë luajnë, ata e furnizojnë këtë makineri. E kupton? Mirë, të mos shkojmë, sepse objektivi është prap Berisha. Pra, është ai që u prish lojën e këtij pushteti të zgjatur dhe të lodhur nga korrupsioni, dhe ju e kuptoni që kjo është diçka që nuk ndodh rastësisht. Pra, nuk janë njerëzit që duan korrupsionin dhe krimin. Je ti që i thua, si tha Stalini, populli voton, votat i numërojmë ne. Tu kemi problem ke numërimi. Qartë. Duhet të pyetjen e radhës, duhet ta bëj duke dhënë një shembull të vogël. Para jo më larg se pak orësh, ish presidenti Obama dha një intervistë dhe ai bëri një vlerësim dhe tha, përfytyroni çfarë do të kishte ndodhur me mua, personalisht pra me të, në fatin e tij politik, nëse si president, unë do kisha hequr akreditimin e Fox Newsit, që është televizioni i rivalit të tij politik, nga grupi i gazetarëve që akreditohet në Shtëpinë e Bardhë, sepse Trumpi ka hequr njerëzit e CNN-it në këtë rast. Në qoftë se ti do kishe qenë gjyqtar, dhe në qoftë se ti do kishe ndryshuar emrat ose do kishe bërë një deklarim të pasakt, dhe në qoftë se një vend i fqinj joni do të kishe nxjerr ty fajtor edhe nga pikpamja juridiko-penale të këtij veprimi, ti personalisht Genc Gjokutaj, do kishe rezistuar kaq shumë? Shiko, përballja është gjyqi vetvetes. Është në limitet e të pamundurës, por ekziston në individ caktuar. Pra, përpara se mbasi të kanë bërë gjyqin të tjetrit, do bësh gjyqin vetes, që kjo që të atribuohet ty është e vërtet apo jo. Dhe i referohen Berishës sa e vërteta është më e madhe. Është më e madhja. Dhe në momentin kur ti ke qenë në vendimarrjen tënde, dhe këtu stiset një proces penal, se këtu rre pyetja juaj. Stiset një proces penal që s'ka fakt, nuk ka fakt penal. Pyetja ime ishte direkte. Çfarë do bëja unë? Jo vetëm aq, jo, ishte për zonjën gjyqtare, e cila është kaq shumë e anatemuar. Kaq shumë i kanë kërkuar asaj, domethënë në rrethana të tjera, do të duhej të kishte rënë nga pozicioni, do të kishte rezistenca e saj, mënyra se si e mbajnë atë. Më tregon mua. Atëre faleminderit për sqarimin. Shiko, ajo nuk duhet ishte gjyqtare. Dhe tashi që është futur në këtë qerthull, ajo nuk ikën. Rasti që ju thoni, absolutisht një gjyqtare e cila pala ngrihet dhe kërkon përjashtimin e saj, dhe është bërë gjyqi në Greqi, 2 gjyqe, jo 1. Është bërë gjyqi administrativ dhe gjyqi penal për falsifikim. Dhe ajo prap mohon dhe vazhdon të del në sallë të gjyqit. Kjo është çështje e saj morale, por së pari, po kush e mban atë? E mban sistemi i drejtësisë. KLG, Inspektorati i Lartë i Drejtësisë. Të gjitha këto që janë të kapura. Kjo është reforma në drejtësi. Dhe çështja Berisha, për hir të së vërtetës, ishte letra e lakmusit, e cila tregoi cila është reforma në të vërtetë, si janë rekrutuar kjo trup gjyqtarësh dhe prokurorësh, çfarë roli luajnë ata, sa të drejtë janë ata, sa zbatojnë ata ligjin dhe kushtetutën. Ka dalur zbuluar komplet. Për aq pjesë sa preku çështja Berisha. Llogarisni që tash të flasim edhe fuqinë, edhe përfaqësimin, edhe gjitha, nuk mund ta ketë çdo shtetas si zoti Berisha. Mirë ne themi se thon gjithë avokat, po natyrisht unë jam avokat dhe sigurisht kushdo nga teleshikues mund të thotë që je subjektiv në këtë pjesë. Por ne nuk kemi intimiduar apo nuk kemi orientuar Strasburgun, që nxori leading case. Pra janë shkeljet e kësaj gjyqtareje që thatë ju, të konstatuara në gjykatë ndërkombëtare. Dhe kjo vazhdon dhe vazhdon. Tashi kjo është një fatkeqësi e madhe, e cila ekziston në këtë formë sepse reforma është rreth vicioz. Pra është votuar me 140, por ikja nga parlamenti, opozitës i dha mundësinë ta implementonte në mënyrë të jahnshme dhe e kanë bërë siç kanë dashur. E filluan me kodin e procedurës penale.
Në kodin e procedurës penale reduktuar të gjitha nenet që japin të drejtën një të gjykuari ose një të pandeuri në proces. Është kthyer në kod të prokurorit. Pse bëhet kjo? Pra ka gjyqtarin, ka prokurorin, jep dhe kodin, ja fut dhe fishekun në gojë, edhe thua dil tash. Edhe thot gjykata, foli gjykata. Po s'është gjykata. Ajo është Edi Rama në sallë gjyqit. Ka mbërë statusun. Trupi gjykuesi përbër nga Edi Rama, profesor në prokurori Edi Rama, asistor në sekretari Edi Rama, i pandeuri Edi Rama, i mbrojtur nga avokati Edi Rama. Pra gjithë procesi. Dhe kjo është kapja. Okej, flasim pak për atë që do ndodhi. Ku e kuptoj unë këtë? Ta mbyll. Po. Këtë e kuptoj sepse nuk ka fakt penal çështja e Berishës. Pra ç'është fakti penal? Pra ti e ke të provuar që ka ndodhur, po është vrarë filan shtetas, dhe ti kërkon autorin, dhe ti akuzon dikë tjetër për dikë tjetër, pra autorin e vërtet. Po kur nuk ka të vrarë dhe ti të akuzosh për vrasje, kërkosh autor, pa pasur vepër. Kjo është ajo që mërshme dhe. Pra dhe themu që ka profil politik, sepse s'ka fakt penal. Okej. Ajo kurioziteti i publikut tani është ky. Çfarë do thoni, o çfarë do thojë mbrojtja, ose çfarë do thuhet për ekipin e gjyqtarëve që u zgjodh me short? A do t'i thuhet paraprakisht, gjatë dhe më pas vlerësime të këqija problematike të gjithë grupeve, të gjithë gjyqtarëve të këtij vendi, të këtij sistemi, apo gjyqtari që jep verdikt pozitiv është i mirë, gjyqtari që jep verdikt negativ është i keq? Shiko, a di çka ka ndodhur me çështjen Berisha? Për shkak të shorti ka qenë i limituar në emra. Pse? Pra nuk kanë qenë të gjithë. Jo. Të hapur përpallë zgjedhjes. Sepse janë gjykuar, kemi kërkuar përjashtimin e kësaj gjyqtare, sa un kam thënë do t'ja qepim në pallto kërkesën e përjashtimit, që ta ketë me vete, kudo që të shkojë. E kupton? Kaq shoqërisht, juridikisht e rrezikshme ishte ajo gjyqtare. Dhe vazhdon të jetë. Janë të tjerë viktimat janë kasapan që presin ti gjykoj kjo gjyqtare. Dhe për shkak të kërkesës permanente të përjashtimit vendimarrjes nuk ka bërë vaki në një proces 100% e kërkesave të mbrojtjes dhe ne nuk jemi mbrojtës abuzues. Ne jemi menduar 700 herë, e kemi situr 20 herë. Se e dini me kënë kishim të bënim. Ti ngëllon pak e pa drejt. Një pjesë që bën sulmin juridik, po mendoj, nuk të riqet për para asgjë dhe përdor gjithçka që ta fundosi tjetrin, ndërsa mbrojtja tregohet elegante, aristokrate, mendon dy herë. Jo, nuk është kështu. Jo, nuk është kështu. Nuk ka as elegancë as aristokraci në këtë mes. Por thash kur mungon fakti penal, ne jemi të sigurt dhe të bindur. E di çfarë ndodh me çështjen Berishati? Është marrë pandehur vendimarrja. Inkriminimi vendimarrjes krijon precedentin më të rrezikshëm për një shtet. Pa fakt penal, po them. Pse ke marrë një vendim që ne s'kemi hyrë fare vendimit kolegjial se s'na është dashur, se i themi ore. Shiko, zero para publike, pronar të ligjshëm. Çfarë ka? Nuk ka çështje të konflikt civil, as fiskal, si mund të jetë penal. Kjo ngjarje juridike sipas mendimit. Që vinte shorti. Shorti ka qenë limituar sepse kanë qenë shumë gjyqtarë që janë shprehur në lidhje me këtë çështje dhe ata s'mund të jenë gjyqtarë themelit. Dhe kanë mbetur pak emra. Janë 3, kanë gjetur 4 ose 5. Njehti me, domethënë, e njehti identitetin e këtyre që janë zgjedhur? Fare, as nuk po të qenë një çështje tjetër, por për çështjen e Berishës nuk kemi nevojë të interesohemi se kush janë këta. Sigurisht që ne do të shikojmë. E kupton, nëse këta janë shprehur ose jo në lidhje me çështjen e shkaqe përjashtimi, po themi, po nuk e kemi qëllim vetvete këtë punë. Pra neve nuk mundet, se ne e dim dhe rrezikun e kësaj pune. Ne e dim që një gjyqtar që kërkon përjashtimin, ndërgjegjja e tij nuk është më e qetë. Po kjo gjyqtare nuk e ka këtë problem. Po kemi ne problemin ton, që një gjyqtar që kërkon përjashtimin dhe gjykata e rrezon kërkesën për përjashtim, ai gjyqtar sigurisht do të anojë nga prokurori, ai nuk do të jetë komod me mbrojtjen, sepse e sheh si kundërshtar, jo si palë. Dhe kjo ndodh rëndom. Ju e kuptoni sepse dhe gjyqtarët njerëz janë. Ai ka dy shtylla ku vendos. Ligjin, po ka dhe bindjen e brendshme. Dhe bindja e brendshme është një brumë. Kur është e komprometuar, mund të punohet derisa del ai lloj byreku. Okej, pra praktikisht unë e kuptova një mendim që ti dhe për Partinë Demokratike dhe dinamikën në zhvillimet e saj. Gjyqi i kundër Zoti Berishit, i cili tani është vizualizuar në kuptimin do të ketë një procedurë, do të fillojnë ato seancat. Do bëhet, shiko, tash për herë të parë do jetë salla e hapur. Për gazetë, për mediat, për publikun. Dhe pse jo gjithmonë, apo e vendos gjykata? Hetimi, shiko, sa kohë që hetimi paraprak konceptohet, thuhet që është sekret, hetimi është sekret,
aktet e hetimit para prak, ne I marrim me firmë, kur na japin, që mos marrim detyrim mos e ata gjithmonë thonë që I nxjerrin avokatët. Nësa gjyqi bëhet me dyert hapura. Pra, ju duhet ta kërkoni këtë herë që të bëhet me dyert hapura dhe me televizion brenda. Absolutisht. Tash shiko, mediat me kamera gjatë gjykimit nuk I lënë. Por gazetarët janë aty. Okej. Gazetarët janë brenda. Pse në sistemin anglosakson dhe amerikanë dhe anglezët e praktikojnë atë? Pse nuk e elaboroni? Në pjesën hyrëse të gjyqit, prezantimin e palëve njërin tjetrin, kamerat janë. Po jo më të bëjnë litigation. Në momentin që avokatët, prokurorët dhe avokatët japin. Por unë mendoj që boll prezenca e gazetarëve aty, e medias, është e mjaftueshme. Është e mjaftueshme sepse ata ka gazetar shumë të mirë, gazetar që janë edhe profesionistë. Sot Genc kam një pyetje të fundit për ty që dëshiron nga ana ime që të lexoj atë që ndodh praktikisht tek të ashtu quajturit fituesit e kësaj ngjarje. Pavarësisht nga mekanizmi që ka përdorur, e vërteta është që kryeministri Rama është në mandatin e tij të katërt. Zakonisht në raste kur ndodh kjo, shkaktohet pakënaqësi për shembull ajo që ndodhi me Angela Merkel, e cila ishte një figurë jashtëzakonisht e respektuar në sistemin politik gjerman, prap njerëzit ishin të frustruar për shkak se 16 vjet në pushtet, Gjermania, sidomos që është Gjermania, përfituron Shqipëri dhe përfituron me atë që ka ndodhur me pretendimet e mëdha që ka këtu për një tjetërsim, për një deviacion, për një transformim negativ të gjithë sistemit politik dhe zgjedhor në Shqipëri. Në këtë sens, e ke menduar ndonjëherë, sipas mendimit tënd, do ta bëjë zoti Rama 4 vjet e katërt të tij? Si më thënë, kjo apo mund të ndodhë ajo që me një wishful thinking analistët opozitar thonë ai do të bjerë mbi vete. Shiko, kjo është shkallë parashikimi pastaj. Po që të vim problemet, Merkeli vërtet pati reagime, por Merkeli pati vetëm një problem për politika e migrimit, që Gjermanët edhe gjithë Europa në fakt, sepse ata janë shtet social dhe ata e paguajnë me parat çdo të huaj edhe I pa punë, paguajnë qiran e shtëpisë njërin tjetrin, ata janë shumë sensitiv taksa paguesit gjerman. Ndërsa neve nuk e kemi këtë problem me këtë kryeministër. Ne të kishim këtë problem. Ne do ishim si Gjermania. Ne problemin e kemi me këtë sepse ky drejton një shtet I cili është kokë këmbë I lidhur me krimin. A kupton? Policia është në lojë me krimin. Drejtësia është e kapur. Media pjesën më të madhe është e kapur. Pra ky ka vrarë demokracinë. Nuk flitet këtu. Nuk ka një merit ky në drejtimin e këtij shteti, sepse bëhet një bilanc. Bilanci është negativ. Bilanci është negativ. Shikoni sot, shikoni rezolutat e tjera, shikoni sepse këtu trumbetohet vetëm këtu merren me mua për një status. Dhe nuk merren goxha gazetar, nuk merren me vjedhjen e votës. Që Europa do sjelli një misionin faktmbledhës që u dha dhe sot u anoncua dhe është marrë vendimi më njëherë pas kërkesës Berishës. Kupton? Ky është shqetësimi jon kombëtar. Ky është problemi. Rama harroje, shiko. Ti je shumë elegant në pyetjet e tua. Por Rama ta prish elegancën. Pse? Se Rama tha unë do I kur dua unë tha. Pra. Dhe duhet ta kishin. Njerëzit nuk e morën konsiderat, por duhet ta marrin. Kur thot tjetri do iki kur dua unë, ti duhet ta besosh dhe duhet menjëherë njerëzit të ishin shqetësuar shumë. Si do ikë ti kur duash ti? Kur vjen puna tek dhuna dhe tek gjuha në televizion dhe ne nuk kemi thënë në televizion dhe ne nuk kemi pasur arrogancën për thënë do ikim kur të duam ne në televizion si prezantator. Ti do vish një moment që ti do ikësh sepse të ndodhin 1, 2, 5 gjëra. Pra, këtu është I vërtetë ai, sepse ky është projekcioni I tij. Sepse gjithë ky korrupsion nuk është korrupsion për një pjesë e mirë e parave shkojnë për të blerë zgjedhjet e ardhshme. Për të vazhduar vjedhja, për të blerë prapë. Dhe këtu bëhet ai krahasimi në raport me Partitë Dembele. Partia Demokratike, pavarësisht nga ngjarjet që I ka ndodhur dhe ishin të forta vërtet, po ajo u riorganizua. Partia Demokratike akoma nuk ka kuptuar çka ka ndodhur plotësisht, nuk është e qartë plotësisht, ndërkohë që këta kanë filluar të marrin Tiranën tash. Sepse Adi, pushimet e zgjatura e vrasin nervin e punës. E kupton? Si ata lojtarët po I mbajtin në stol, atrofizohen, le të jenë talentet më të mëdha.
Edhe kjo punë ka ndodhur, dhe kjo ka qenë roli i Lulzim Bashës në Partinë Demokratike, që e ka mbajtur në frenato gjithkohës. Pra, nuk e ka lënë vullnetin demokrat të shprehet. Ky si lider, e le më pastaj, pra është bërë një skem, tash kjo punë nuk është vetëm në shqiptare, është edhe geopolitike, janë aleanca të forta. Shikoni tash me zgjedhjen e presidentit amerikan, luftën që po bëhet me këta liberalët e Europës, me këta, ka një luftë gjoja fiskale, ajo është sade politike, s'ka lidhje. Mirë po, si tha i kujdestari, la pa buk, të tregonin kush e hodhi. Edhe shtrëngimi ekonomik, embargot janë, një lloj embargoje janë. Do ketë ti pret që të ketë zhvillime interesante, si e lexon ti të ardhmen në përgjithësi? Shiko, në përfytyrimin tënd. Unë mendoj që dhe këtu duhet ta mbyllësh për 1 minutë. Prova, argumenti dhe arsyeja nuk kanë vdekur. Kush nuk ka vdekur? Ma thuaj edhe një çfarë nuk ka vdekur? Prova, arsyeja dhe argumenti. Në këtë vend. Po, nuk ka vdekur. Sigurisht, kjo kërkon dhe një ndihmë ndërkombëtare, sepse dhe Edi Rama disa ndërkombëtar përdori. Që e zgjati këtë qefin e pushtetit të tij. E kupton? Kështu që unë mendoj që duke filluar që nga këto rezolutat, që nga një mbështetje ndërkombëtare adekuate që ajo do të vi, sepse ka dhe një problem aty. Ne Europa nuk është mësuar me narkoshtetet. Nuk, do të thënë, duhet të bit vete një herë, pastaj të veprojë. Po, ata kanë menduar që janë larg. Bravo. Kanë menduar që janë larg. Ka një vonesë në këtë reagimin e atyre që neve na kushton miliona. Kenc, të falenderoj me gjithë zemër që erdhe në studio. Do të ndjek me shumë vëmendje për zhvillimet interesante. Jo si në studio, po si në një drek miq. Të falenderoj shumë që erdhe. Të dashur teleshikues, ne mbas pak minutash do të flasim me kolegun